është një frym, a ekziston në PDK një frym përbashkuese ashtu siç e keni sloganin, apo kemi ende dallime ose përplasje, sigurisht e keni parasysh për kanë e kam fjallën, me zotit Lushtaku dhe zotit Ramiz Ladrovci, a jenë t'i kalu këto, a është gjithçka unifikuse në këtë garë që po hyni tash? Momentin që jemi në garë, jemi gjithë bashkë për të sjellur ndryshimin dhe për t'i dhënë përkrahjen tonë zotit Bedri Hamza. Problemet e tyre janë problemet tyre, nuk mendoj që janë problemet Partisë Demokratike. Dhe mendoj që sot duhet të jemi bashkë secili, pavarësisht bindjeve tona brenda partijake, për ta çuar mesazhin ton tek qytetarët, për të qenë bashkë dhe për të ecur përpara. Zoti Krasniqi, çfarë do ta kishit konsideruar si sukses Partisë Demokratike të Kosovës dhe po ashtu edhe t'juin personalisht pas 28 dhjetorit? Suksesi imi personal, por edhe i partisë është ndërlidh, sepse unë mendoj që nëse qytetarët vlerësojnë programin e Partisë Demokratike, besoj shumë që do të jetë mirë qytetarëve dhe do të jetë programi më i mirë qeverisës që mund këtë patër ndonjëherë qytetari i Republikës Kosovës. Për që fitoria jonë është pritshmëria jonë që të kemi një rezultat sa më të mirë. Di, çdo subjekt politike ka këtë synim edhe normal është shumë e arsyeshme që të kemi kandidatin e duhur dhe prandaj që dëshmia e tij gjatë proceseve të rëndësishme të Kosovës si ministri i financave ka treguar që në momente krizave është i gatshëm të jap kontributin e tij për përmirësimin e jetës qytetarit. Me që jemi tek akoma në këtë pjesë të bisedës për çështjen e garës së zgjedhore, cili mendoni se është ana më forte e Partisë Demokratike të Kosovës që nuk e kanë partitë e tjera? Unë mendoj që lista kandiduese, por edhe ekipa e zotit Hamza është ekipa më e mirë që nuk besoj që partitë tjera nuk e kanë, por edhe programi zgjedhor. Do të bisedojmë për një çështje pak të ndjeshme, le të themi, domethënë jo vetëm për ju personalisht edhe familjes tuaj, po në përgjithësi për gjithë opinionin, për gjithë qytetarët e Kosovës. Procesin në Hag. Më intereson, le të themi, nëse ju mendoni se është e nevojshme që fillohet një iniciativë për zhbërjen e gjykatës, sepse ka shumë zëra që kanë paralajmëruar një diçka të tillë, edhe deputet që ishin në Kuvendin e Kosovës në këtë legjislaturë nga Partia Demokratike, dhe tash vazhdojnë ta bëjnë një gjë të tillë. Po për ju personalisht, a shihni të nevojshme një lëvizje të tillë, një iniciativë të tillë? Ne si familje asnjëherë, por besoj asnjë pjesëtar asnjëri të akuzuarve në Hag ka qenë ose është për zhbërjen e gjykatës speciale. Ne besojmë në drejtësi, por çka neve nuk kemi qenë të dakordum, nuk kemi qenë në qasjen, zgjatja e procesit. Zgjatja e procesit e ka kriju një pasiguri për neve si edhe cili është qëllimi i kësaj gjykate, por prapse ne besojmë në sistemin e drejtësisë. Besoj që dëshmitarët që ishin tash së fundmi e kanë treguar që lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës ka qenë e domosdoshme dhe ka qenë e drejtë dhe për lirinë e popullit shqiptar. Nuk është asnjë dilemë këtu, jam shumë i bindur, këto që thoni, në rrafshin njerëzor. Më intereson si fëmijë i një personi, i një figure, le të themi, jo personi, që ka kalu përmes sfida jashtëzakonisht të mëdha, do të thotë që nga vitet e 80-ta në përburgjet e Jugosllavisë, me pjesë e bërjes së luftës, pjesë e themelimit të institucioneve dhe shpalljes proceset e shpalljes pavarësisë, ndjesie njerëzore. Dhe tani, si e shihni ju, si e përjetoni këtë
proces në gjykatën e Hagës. Ndjesia njerëzore, nuk më intereson ligjore, le të themi tjera, mi po ndjesia personale juaj. Personale në Sepse keni baba. e din që është me drejt. Jo vetëm se kam baba, por edhe kam lexuar, kam dëgjuar proceset për secilin prej të akuzuarve dhe e di që ata duhet jenë të lirë sepse kanë kontribuar dhe gjithmonë qëllimi tyre ka qenë liria dhe shëndërtimi i vendit. Por për cilën pjesë ata akuzohen, unë mendoj që tash to dëshmi e kanë vërtetuar, ato që ne si shqiptarë kemi ditur, por tash e din edhe botërërisht që UÇK-ja ka qenë duke bashkëvepruar me NATO-n dhe shtetet aleate që e kanë ndihmuar zgjerimin e Kosovës. Prap të pyes në rrafshin personal, dëman, sigurisht që ju ka mungu gjatë këtij procesi dhe po ashtu kur ju futet në politikë dhe po ashtu edhe gjatë këtij rrugtimit në politikë, keni bisedu për shembull me të ka këshillu për hapat, për drejtimin, për qasjen se si duhet të shkoni apo ju ka lënë që ju të vendosni vetë? Jemi këshillu, por baboj gjithmonë besoj që rrugtimi i tij politik dhe bashkëbisedat gjatë rrugtimit të tij politik më kanë formsuar si personalitet, si politikan dhe këshillat normale, edhe një politikan ka nevojë gjithmonë për këshilla, sado që ka veprimtari të gjatë politike, por veprimet politike gjithmonë i ka marrë unë, por normal duke u këshilluar me miq, por edhe me babajnë. Ai sigurisht të japin mbështetje që të futnin në PDK, përderisa e nisma parti po ashtu e themeluan nga ai, ishte aktive në skenën politike. Babaj nuk ka qenë pjesë e partive politike në momentin që ka shkuar në Po. Hog. Unë nuk kam qenë pjesë e nismës sepse unë në politikë jam futur në vitin 2024, edhe normal këtë pjesën e futjes time politike dhe në Partinë Demokratike e kam biseduar me babajnë tim dhe ai ka qenë dakord që unë të vazhdoj rrugtimin tim politik në PDK. Cili pritni se do të jetë epilogu përfundimtar i këtij procesi? Besoj që epilogu përfundimtar do të jetë në papajsinë e tyre. Ata janë të akuzuar për ndërmarrje për bashkë kriminale, por gjatë këtyre seancave të fundit nga general NATO-s dhe personalitetet të Departamentit të Shtetit Amerikan edhe më gjërë kanë treguar që ata kanë bërë që qëllimi i tyre dhe veprat e tyre ka qenë vetëm ndërmarrje për bashkë shërimtare. Dhe pyetja ime e fundit, i për një epilog pozitiv, si do ta pritni, pa marrë parasysh pozitiv ose negativ? Kjo më intereson ta di. Ne presim që të jetë epilogu pozitiv dhe normal që epilogun pozitiv e presim me pozitivitet, por në momentin që mund të jetë negativ, ka dhe hapësira tjera ligjore që mund të ndjekin në tutje. Zonja dhe zotri, kjo ishte intervista për ditën e sotme, ju falenderoj që na ndoqët dhe shihemi nesër në të njëjtën kohë.